Komunikim të drejt për drejt në Londër, në Britani, atje ku na pret kolege Anita Kalemi, moderatorja, cilën e përshëndes. Në këtë çast Anita, dhe përshëndes. Kënaqësi të kem në program. Anita, të përshëndes, kënaqësi të kem në program. Jemi në lidhje direkte nga Londra, në Britani. Mirëmbrëma Ermal, mirëmbrëma Shqipëri, gëzuar festën e pavarësisë, sapo dukova edhe shikova performancën, më emocionova, përfitem, nuk kam fjalë të them. Okej, është e kuptueshme edhe për shkak të atmosferës, emocioneve që ne përfshihemi, ndërkohë çfarë po ndodh në Londër? Më herët unë anoncova që në kuadër të komunikimit që kemi bërë së bashku më herët, ka patur një lloj njoftimi që të mos ketë organizime në terren, pra në qendra, në zona të ndryshme për shkak se nuk ka lejuar policia. Më fol pak për këtë dhe për organizimet konkrete që priten gjatë ditës sotme. Çfarë festash kemi? Patjetër. Organizimet kanë qenë organizime që janë për nuk e di se janë për në zonën e parë, dhe pikat kryesore janë Piccadilly Circle, London Eye, Westminster edhe Tower Bridge. Janë zonat kryesore për të përfaqësuar Londrën, edhe sigurisht çdo vit ka pasur tupana, këngë, valle shqiptare. Këtë vit është vendosur që mos të bëhet asnjë lloj aktiviteti për shkak të zhurmës që mund krijohet edhe shqetësimit publik. Më duket e pastërshme kjo gjëja, por gjithsesi e kanë vendosur në këtë lloj forme dhe të gjithë ne si komunitet po festojnë në ambiente të mbyllura, siç janë lounge, siç janë restorante, klabe apo edhe teatro. Okej, ndërkohë vitet e tjera është bërë normalisht, pra nuk është se ka patur ndonjë lloj pengese kështu apo jo? Jo, absolutisht, ne kemi festuar në shesh, le të themi. Shesh këtu nuk është sheshi Skënderbeu, po ashtu siç përmenda pikat kryesore që zona e parë ka. Me thënë të drejtën, nuk e di se çfarë bëhet në zona të tjera, siç është zona e dytë, e tretë, apo deri në zonën e gjastë të Londrës, po flas kryesisht për zonën e parë të Londrës që janë pikat kulminante që përfaqësojnë Londrën. Edhe kam edhe një tjetër konfirmim nga ambasada shqiptare dhe konsulata, e cila me datën 28 ajo asnjëherë nuk festoni dyert të saj vetëm për të lënë komunitetit shqiptar të festojnë me miq, me shok, me dashamiras, edhe sigurisht që nuk është të bënë ndonjë aktivitet ambasada shqiptare. Me thënë të drejtën, të gjithë ata që festojnë këtu janë shoqata, televizionet, administratat e tjera që përfaqësojnë artin dhe kulturën shqiptare në Londër. Qartë, nëse ne i referohemi pikërisht ditës së sotme, por padyshim edhe gjatë ditës së nesërme të gjitha aktiviteteve konkrete, ju thatë që mund të ketë mbrëmje festive, ndoshta nuk e di, me emra të muzikës shqiptare, apo çfarë ndodh konkretisht? Absolutisht. Po. Çdo restorant që është i menaxhuar apo edhe sjell drejtorët shqiptar që kanë restorante, klabe, sigurisht që flamurit e tyre valviten në dyert e restoranteve të tyre, shqiptarët vinë edhe festojnë në këto restorante, kështu që sigurisht që ndihet atmosfera. Shqiptari edhe kur e ka mollën e ndaluar, i thyen barrierat për të festuar, aq më tepër në këtë ditë shumë të rëndësishme tonë. Tani të qartësua më tepër imazhi edhe për shkak të internetit më herët, tani të shoh më mirë dhe më pëlqen më tepër kjo pamje me këto ngjyra të kuqezi. Uroj mos pengohet më deri në fund të komunikimit. Po. Shpresoj. Ndërkohë, nga të gjithë, po themi aktivitetet që ne kemi përcjell deri më tani ose që kemi folur në raport me qytetarët shqiptar, ata cilët ndodhen jashtë vendit, patëm lidhje në Greqi, në Turqi, gjithashtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi patur një lloj komunikimi, nuk e dini se ta kemi pak më pas, gjithashtu edhe në Britani, aty vijon të ketë një komunitet të madh shqiptar. Çka do thotë që në të gjitha festat ju mblidheni së bashku, është si një lloj tradite kështu e përvitshme apo jo? Duke qenë se ka më shumë se një dekadë në Londër dhe mbaj përgjegjësi të flas vetëm për komunitetin shqiptar në Londër, por kam përshtypjen se në diasporë gjithë komuniteti shqiptar është i zjarrt, por mbaj përgjegjësi